A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar ndëgjues dhe ju të lëshikues të radios Fatih, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe mirë të takohemi në emisionin e radhës Bisedat e Ramazanit, ku transmetohet përmes frekuencave të radios Fatih, radio kjo e Bashkësisë Islame në Maltëzi. Në këtë emision, së bashku me ju do të shoqërohet musafirja e emisionit, profesoresha Sabra Decević, Enis Hoxha edhe unë Sahiba Gogadacić. Profesoresha Sabra Decević është udhëheqëse e shoqatës jo qeveritare Fëmijët në Maltëzi, e cila do të na flasë për veprimtarinë dhe punën në këtë shoqatë. Sabra, mirë se na erdhe. Mirë se gjetët, faleminderit për ftesë. Mirë se ardhat edhe një herë, me qenë se jemi në atmosferën e bukur të muajit të begat të Ramazanit, deshem të marrim disa informacione, disa njohuri apo disa ndjesi se si po kaloni këtë muaj të begat të Ramazanit në këtë vit. Jem tu i kalu shumë mirë. Jem përshtatur faktikisht edhe Ramazanit për arsye se puna në shoqatën tonë zakonisht jashtë muajit të Ramazanit punën qysh në mëngjes nga ora 9 deri në orën 8 mbrëmjes, mirë po për arsye të Ramazanit jemi përshtatur edhe punojmë deri në 5 ora, kështu që nuk janë ndërprer aktivitetet me fëmijë me aftësi të kufizuara, aktivitete këto individuale që janë në shërbim të prindërve dhe të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe jepen falas për një numër të konsiderueshëm të fëmijëve në shoqatën Fëmijët e Malit të Zi. Kështu që atmosfera është atmosferë festive në shoqatën tonë dhe jemi përshtatur punës të thotë sipas muajit të Ramazanit që punëtor të kemi kohë edhe të bajmë iftarin në shtëpitë e veta. Mashallah. Kurse ju si individe këtë muaj të Ramazanit si po e ndjeni, si po a kaloni, me qenë se kemi kaluar edhe Ramazanet të ndryshme të cilat i kemi pasur edhe një si pikë shënuese, Ramazanet para Covidit, Ramazanet pas Covidit, duke parë se këto Ramazanet pas Covidit po fillojmë që të marrim dhe të avancohemi dhe të ecim, të dim rëndësinë më të madhe të Ramazanit, sepse nuk jemi të kushtezuar, nuk jemi ata të cilët ishim para Covidit, ishim në Covid, por edhe në këtë muaj të begat të Ramazanit pas Covidit, ku shohim edhe entuziazmin e njerëzve në për xhamia, në për rrugë, në për sheshe, me shtrime iftaresh, me qenë se ju besoj jeni edhe anvise, edhe punëtore, që merrnosh edhe me njerëzit të cilët janë jashtë familjes tuaj, por edhe me familjen tuaj, disa ndjesi si ndjeni. Më duket që ky Ramazan është prap duke i ofruar njerëzit që të jenë së bashku, ta kalojnë më tepër kohën së bashkut në shoqëri, në për iftare dhe në mbledhje të ndryshme që organizohen, dhe me thënë edhe në xhamia, edhe në tubime tjera, një gjë që na ka mungu, siç e thatë edhe vetë gjatë Covidit, dhe kjo ndjenja, dhe me thënë, na jep një lumturi të veçantë, pasi që mund të flasim për tema të ndryshme që i përkushtohen, dhe me thënë, edhe aty në temave shoqërore, sociale, por edhe kësaj bashkësisë, dhe me thënë, ne jemi si qenie njerëzore, kemi nevojë që të kemi të afërmit tanë rreth vetes, por edhe njerëz të komunitetit ku jetojmë, që së bashku të bëjmë vepra të mira, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, për arsye se kjo, dhe me thënë, na jep një ndjenjë edhe më të mirë, edhe më të begatshme, më të frytshme për vetë neve, për qëllimet, arritjet tona personale, por edhe atë se çka mund të kontribuojmë për të tjerët. Një ndër përgjegjësitë kryesore është edhe edukimi i fëmijëve. Fëmijët janë stolia më e bukur e kësaj bote për ne. Zoti na dha në ndërgjegjën tonë që ne të kujdesemi për to dhe të kemi parasysh, ashtu siç kujdesemi për anën materiale dhe fizike të tyre, të kujdesemi edhe për edukimin e tyre. Mbasi që ju punoni me fëmijë, sa është e rëndësishme puna dhe veprimtaria me fëmijët? Ne si shoqat, unë po ja filloj të flasi për shoqatën përgjithësi dhe këtu do të edhe të përgjigjem kësaj pyetje që e bëhet më parë. Si shoqat jemi themeluar në vitin 2009. Ishte punësorit e shoqatës Save the Children kanë vendosur që ta themelojnë një shoqat lokale, jo qeveritare, e cila do të vazhdojë një mënyrë që të vazhdoj misionin e shoqatës ndërkombëtare Save the Children, që të punoj që arsimi inkluziv të jetë edhe më i begatshëm, edhe të ketë kontribut më të madh në shoqërinë tonë. E kuptojmë që në atë kohë fëmijët me aftësi të kufizuara nuk kanë shku me fëmijët e tjerë në shkolla, por kanë qenë, domethënë, të segreguar, mund të themi, mund ta shfrytëzoj domethënë këtë fjalë, të segreguar në disa qendra apo në disa shkolla,
ku prindërit nuk kanë qenë të kënaqur për arsye se nuk është arrit ai socializimi i fëmijëve dhe një mënyrë këto fëmijë kanë qenë të mbyllur. Nuk kanë pas, kur faq shoqërimi me fëmijët e tjerë dhe pastaj kur kanë kryer shkollat e veta, prap kanë met në botën e vet të pa socializuar. Dhe kjo ideja e inkluzimit, e arsimit inkluziv, u shfaq pikërisht me shoqatën Save the Children, UNICEF-in, kurse ne si shoqatë e vogël, jo qeveritare, fillojmë njëherë të veprojmë në Podgoricë, të bëjmë edukimin e mësimdhënësve, se ajo ishte e rëndësishme për arsye se mësimdhënësit nuk kishin trajnime, nuk kishin aftësi se si të punonin me këto fëmijë me aftësi të kufizuara, dhe ne ato hapat e para të shoqatës, themelimit të shoqatës, i shfrytzuam që të bëjmë trajnime të ndryshme për punën me fëmijë me aftësi të kufizuara. Diku në vitin 2016 lindi ideja që të themelohet një qendër gjysmëditore këtu në Tuzë, për arsye të mungesës së qendrës ditore në Tuzë. Këto fëmijë nga Tuzi nuk kishin ku të shkonin, t'i çonin fëmijët e vet për arsye të gjuhës. Gjuha ishte një barrierë shumë e madhe për arsye se në Podgoricë, edhe pse ekzistonin qendra ditore apo shoqata të tjera që punoshin me fëmijë me aftësi të kufizuara, mungesa e personave, profesionistëve që punonin në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe, ishte një barrierë shumë e madhe që këto fëmijë të dërgohen në trajtime individuale në Podgoricë. Dhe disi ishën të izoluar mjaft nga kjo temë, nga gjithë përfshirja, që është shumë e rëndësishme, dhe në shkollat tona disi ekzistonte, nuk ishte një përkrahje të mjaftueshme që prindërit le të themi lajmërojnë fëmijët e veta që kanë aftësi të kufizuara, që të bëhet plani individual dhe që mësimdhënia, edukimi i tyre të ketë hapa të ndryshme, të zvoglohen ato arritjet që janë planifikuara me plan program të entit për shkollim apo të Ministrisë së Arsimit. Nëse fëmija ka aftësi të kufizuara, atij i zvoglohen ato qëllimet, arritjet, që rezultatet që ai fëmijë duhet t'i arrijë për një kohë, për një vit, për lanë të caktuara, etj. Kështu që në vitin 2016, kjo ishte pak e lidhur edhe personalisht me jetën time. Në atë kohë, unë isha shtatzan me vajzën time Emën, dhe disa mjekë për fat të mirë gabuan kur më thanë që ndoshta kam me lind një fëmijë me aftësi të kufizuara. Në atë moment ishte ajo lufta e brendshme, më thanë ku ta dërgoj fëmijën në qoftë që lindi fëmijë me aftësi të kufizuar, për arsye se në Tuzë nuk ka, një institucion ku ta dërgoj unë fëmijën e mi dhe kush ka me më ndihmu fëmijës tem. Kështu që e besoj që shumë prind që kanë aftësi të kufizuara ballafaqohen me këto pyetje, edhe disi janë vetë. Në këtë luftë prindi nuk ka mbështetje. Sada që ekzistojnë shkolla, sada që ekzistojnë njerëz të tjerë, prindi në këtë aspekt lufton me vetë, me vetveten, edhe familja vet janë përkrahja që u nevojitet këtyne personave, prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, për arsye se është një gjë e vështirë kur e merrni për të parën herë vesh që keni fëmijë me aftësi të kufizuara. Unë them prapë për fat të mirë, fëmija jem nuk ka aftësi të kufizuara, por unë atëherë e bëra një premtim që do të luftoj për të mirën e këtyre fëmijëve këtu në Tuzë, aq sa mundësi kam. Dhe kështu në vitin 2016, në shtator të vitit 2016, u hap qendra e parë gjysmëditore. Themi që nuk jemi qendër e vërtet, por jemi shoqatë jo qeveritare e cila punon për të mirën e këtyre fëmijëve. Mbështetje kemi pak a shumë, por jo aq sa kishim dash, sa kishim pas dëshirë të kemi mbështetje. Për arsye se si shoqatë jo qeveritare, ne mbarem i pri projekteve. Projekti fillen edhe mbaren, mirë po jo nuk mund t'i thoni prindërve sot keni shërbime, nesër nuk ka para dhe nuk mund t'a proni fëmijë. Për mua ajo kishte qenë një humbje shumë e madhe, por nga ana tjetër është edhe një sfidë shumë e madhe se si t'i siguroni mjetet financiare që ky shërbim, i cili është falas për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara nga komuna e Tuzit e më gjërë, si t'i thoni prindërve që nuk keni mjete, ta kontribuoni t'i mani këto shërbime.
Kur flas për shërbime, këto janë do të thotë shërbime individuale që u jepen fëmijëve, me to punojnë edhe psikologë, edhe punëtor social, edhe logopede, edhe asistent personal. Kështu që është një shërbim i madh, mirë po akoma nuk kemi mundësi për arsye se edhe shtëpinë ku jemi e marrim me qira dhe duhet paguar, edhe pse nga ana tjetër kemi njerëz të mirë që na ndihmojnë me këtë na kontribojnë që të kemi hapësirën, edhe paguajnë hapësirën, ne nuk kemi hapësirë që ti trajtojmë fëmijët që kanë aftësi të kufizuara fizike, për arsye se nuk kemi fizioterapist. Dhe është një mungesë shumë e madhe në këtë komunitet që akoma nuk është themeluar, apo nuk është gjetë një mënyrë që të punojë fizioterapisti me fëmijë me aftësi të kufizuara. Sabra, masi që jena të folë për fëmijët me aftësi të kufizuara, do të ndajmë së bashku këtë të thënë ku në Islam ekziston ligji i kompenzimit. Në qoftë se një mirësi Allahu ta ka marrë, ta kompenzon me një mirësi tjetër. Për shembull, nëse shisën e shikimit nuk e ka ai fëmia, po ai person, me një herën i aktivizohet apo i forcohet shisa e të prekurit. Edhe në qoftë se ballafaqohet me një person tjetër, personi i cili nuk sheh, me anë të përshëndetjes me dorë, ai e din me cilin person i shtu fol, edhe pa folur njeriu që është përballë asnjë fjalë. Jo, mbasi që veproni edhe punoni me këta fëmijë, padyshim se dini si zhvillohet kjo punë, edhe gjenë mbështetje në Islam kjo çështje e fëmijëve. Më vjen shumë mirë, nuk e kam ditë domethënë këtë gjë, por është, si thohet, një mesazh edhe pozitiv në atë mënyrë që sensibilizohen edhe t'i përkushtohen këtyre fëmijëve në edukimin e tyre, çka është e rëndësishme, për arsye se ekzistojnë mënyra të ndryshme se si mund të edukohet një fëmijë me aftësi të kufizuara. Dhe nuk është të thënë gjithmonë që të edukohet në atë aspektin që të fitoj njohuri, domethënë njohuri nga shkolla. Ka mënyra tjera se si ai të mësoj, domethënë të mësoj mënyra të ndryshme se si nesër të përshtatet edhe rrethit edhe të kujdeset për vete. Domethënë, disa kompetenca duhet zhvilluar tek fëmia. Duhet zhvilluar kompetenca që ai të jetë më i pavarur. Domethënë, që ndoshta shumica shembull e fëmijëve që vinë te ne janë nga spektri i autizmit. Dhe ndërsa bota mendon që ato fëmijë nuk mund të arrihet me ato fëmijë, ne kemi parë rezultate shumë të mira kur domethënë i dedikohemi fëmijës edhe kur punojmë me të. Gjithmonë në të mënyrë duke respektu individin, duke respektu personalitetin e atij fëmijë, ne nuk provojmë ta ndryshojmë atë fëmijë. Provojmë të përshtatemi fëmijës, domethënë edhe mënyrës se si e sheh ky fëmijë botën e vet. Të shohim se çfarë është talenti i këtij fëmijës dhe ta zhvillojmë me tutje këto kompetenca që i ka ky fëmijë. Të mësojmë të kujdeset për vete, të pastrojë, domethënë, dham, të laj dham, të pastrojë fytyrën, të krehet, të vishet, të mbathi këpucë, të lidhi lidhcat e tjera. Këto janë disa gjëra, domethënë, që aftësojnë fëmijën që në të ardhmen të dinë të kujdeset për vete. Çfarë është të jeti pambarë? Çfarë është sfida apo le të themi frika e çdo prindit që ka një fëmijë me aftësi të kufizuara, kush do të kujdeset për atë fëmijë dikur, qoftë që këto prind, domethënë vdesin, kur vdesin, kujt t'ia lajnë këtë fëmijë. Edhe është frika më e madhe e çdo prindit që fëmia mos t'i institucionalizohet. Të mos çohet domethënë në institucione siç është Komanski Most apo në kotore etj, për arsye se këto fëmijë kanë lind edhe nuk është smundje, domethënë këto fëmijë nuk kanë smundje, kanë gjendje që i është dhënë me lindje. Kështu që nuk mund të zgjedhim nga një herë, shpeshherë nuk mund të zgjedhim, janë dhënat e Allahut, por duhet i përshtatemi këtyre fëmijëve edhe të bëjmë sa më shumë të mundena për ta. T'i ngrisim në një mënyrë edhe t'i socializojmë. Ekzistojnë mënyra të ndryshme
si mund një fëmijë të socializohet, por gjithmonë është e rëndësishme që ta ketë përkrahjen e familjes, por ta ketë edhe përkrahjen e fëmijëve të tjerë. Me thënë, çka duhet të bëjmë? Të sensibilizojmë fëmijët e tjerë që një fëmijë me aftësi të kufizuara nuk është ndryshe. Edhe nuk duhet trajtohet ndryshe, nuk duhet t'i largohemi këtyre fëmijëve, por të shohim mënyrën se si mund ta ndihmojmë. Edhe t'ja bëjmë jetën më të lehtë. Edhe më besoni që këta fëmijë aq gëzohen kur i shohin përkrahjen e fëmijëve tjerë, që ishte e pamundur, më duket që shumë gjëra i arrisin më lehtë nëse që kanë përkrahjen shoqërisë bashkëmoshatare. Ishte një rast para, mund ta përmendni? Shumë mirë. Para 2 viteve kishte ardhur një familje prej Shqipërisë me fëmijën e vet me aftësi të kufizuara. Ato kishin jetuar gjatë në Itali, edhe kur ka ardhur na, fëmia për një vit, nuk kemi pas kurfar arritje me të. Gjithmonë shkonte te dritarja dhe shikonte jashtë, edhe fëmia nuk është verbal, nuk fliste asgjë, por vetëm shikonte jashtë se kur pa i vinë prindërit që me e marr. Kurfar bashkëveprimi, kurfar pune, çka ta që i kem nap me punu etj, nuk donte hiç me e kry, as nuk na këqyrte, as askush, vazhdonte me shiku jashtë kur pa i vinë prind me e marr. Për një vit, kurfar arritje. Një moment me një punëtore, asistente personale, ishim në një muhabet ku ajo thonte pse nuk e regjistrojnë shkollë. I thoshe, Lindita, mendon që mundet ky fëmijë me u regjistru në shkollë? Thonte s'di. I kemi pyetur prind, ai kanë rregullu dokumentacionin pasi që kanë ardhur prej Shqipërisë, dhe mama e vet ishte e gatshme që ky fëmijë të regjistrohet në shkollë. U bë një luftë e madhe, personalisht e morra përsipër që ta dërgojmë fëmijën edhe në Podgoricë që t'i bëhet vlerësimi, që ta dërgojmë edhe në komision që t'i bëhet, faktikisht vërtetimi që mund të shkojnë në shkollë. Me drejtorin e shkollës fillore këto në Tuz, Mahmud Lekić, e bëjmë një marrëveshje dhe psikologja gjithashtu Mërveta Beqe, ishte një përkrahje shumë e madhe për këtë fëmijë. E pastaj ky fëmijë u regjistru në shkollë, edhe pse kishte një moshë shumë më të madhe se bashkëmoshatarët e tij. Edhe në fillim me përkrahjen e edukatores, ky fëmijë ka arrit aq e tepër, ka fillu me fol, ishte i gëzueshëm kur punon me fëmijët e tjerë. Sa dashni i shfaq në të mënyrën edhe për punonjësve të tjerë, i shpreh, e ky fëmijë e ka treguar në të mënyrën e vet se sa mirënjohës është, ashtu që ka fillu me fol, ka fillu me bashkëpunu, ishtu i punu, edhe dita ditës ishtu i bë arritje më të mëdha. Që paramendoni, mas u kishte bërë një hap i tillë, ku kishte mbetë ky fëmijë. Akoma aty pas drejtares tu i prit prindët e vet kur po vinë me e marr. Me qenë se Islami është një fe e cila dëshiron që njerëzit të solidarizohen ndërmjet tjerë, edhe me qenë se pejgamberi jonë na thotë që nuk është besimtar i mirë ai nga të cili dora apo gjuha e tij nuk janë të qetë, por nuk është edhe besimtar i mirë ai person i cili komshiu i tij është duke fjetur i uritur dhe flen i ngopur vet. Këto janë disa mesazhe, disa hadithet e Islamit ku ne flasim, shqyrtojmë, por dëshirojmë që të marrim dhe ju të përçoni një mesazh ndaj bashkësisë të cila po na ndjek neve, e cila do të na ndjeki edhe pas këtij emisioni, edhe pas këtij viti. Mesazhi do të ishte se cili do të jetë qëndrimi i tyre me këto fëmijë, sepse duke bërë thirrje, duke ditur se si bashkësi ne që jemi, si fetar, si njerëz, qëllimi jo në këtë muaj të Ramazanit është që edhe pas këtij muaji të bëhemi njerëz më cilësor, më të edukuar, njerëz të cilët e ndjejnë ndjeshmërinë të tjerëve. Cili do të ishte një mesazh juaj drejtuar të gjithëve bashkëmoshatarëve të këtyre fëmijëve, prindërve, komshive, të gjithë atyre mësuesve apo me të gjithë ata të cilët do të hasin këto fëmijë në rrugë? Unë pa them këtë mesazh ashtu siç më kanë thënë mu të rinjt me aftësi të kufizuar. Mos më këqyrni ndryshe. Mos bëni dallime. Në qoftë që mund të më përkrahni. Një aq sa të mundeni. Ndërsa si një drejtoreshe e shoqatës, e cila merret me këto fëmijë me aftësi të kufizuara, mund të them që kontributi juaj edhe ndaj këtyre fëmijëve përmes shoqatës tonë mund të jetë në mënyra të ndryshme.
Do të thotë, mund të kontribuoni ashtu siç doni vetë, mund të vini të na vizitoni, mund të përkrahni këto fëmijë drejt për drejt, mund të bëheni vullnetari i shoqatës tonë dhe të vini ta kaloni një ditë me këto fëmijë dhe të shihni se çfarët janë këto vlera që domethënë ne provojmë t'i përcjellim edhe t'i zhvillojmë jo vetëm tek këto fëmijë. Domethënë, më duket që krejt komuniteti në Tuz që në vitin 2016 që kemi filluar të punojmë deri tani, më duket që është sensibilizu, më duket që është hap. Në fillim kur e kemi hap shoqatën, shumë vetë më kanë thënë pse jetu e hap shoqatën. Domethënë, pse punon me ato fëmijë të marr. Po e them kështu direkt siç më kanë thënë. Ato fëmijë nuk janë të marr, ato janë fëmijë tanë. Dhe nëse ne nuk i mbështesim, atëherë ne nuk jena njerëz të mirë. Nëse ne nuk i përkrahim, ato janë qenie njerëzore që i ka kriju Allahu siç na ka kriju edhe neve, atëherë ne vetëm e shprehim atë keqen që e kemi në vete. Me thënë, ekzistojnë mënyra të ndryshme që mund t'i kontribuoni, por mënyra më e mirë është që t'i shikoni këto fëmijë si fëmijë siç janë, fëmijë të pastër. Fëmijë që nuk bajnë keq, askujt, as nuk e mendojnë të keqen, askujt, t'i përshëndetni në rrugë kur t'i shihni dhe mos t'i shikoni me sy të ndryshëm, ndërsa për shoqatën, unë siç thash, ne si shoqat marremi prej projekteve, marremi prej kontributit që na jep edhe komuna e Tuzit her pas here, por gjendja financiare nuk është edhe aq e mirë kur jo mendoni se ne si shoqat jemi e vetmja shoqat këtu në Tuz e cila punon me për mbi 30 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara dhe ne punojmë për çdo ditë. Domethënë nuk ndalemi. Për çdo ditë tek shoqata jon vijnë së paku 20 persona me aftësi të kufizuara, domethënë që ndjekin këto shërbime që ne i ofrojmë falës. Kishte qenë një gjë shumë e mirë që edhe komuna e Tuzit ta themeloj një qendër të vërtetë, qendër ditore, ku këto fëmijë të mund të kalojnë një kohë pak më të gjatë, domethënë që të marrin edhe shërbimet e tjera, por për momentin ekzistojmë ne dhe në qoftë që mendoni që është momenti që mund ta kontribuoni shoqatën jon, ne jemi të hapur. Ne në këtë shoqat nuk bëjmë dallim, domethënë nuk bëjmë as dallim fëmijë, këto në këtë shoqat vinë fëmijët. Edhe në atë mënyrë nuk i karakterizojmë edhe nuk i ndajmë cilës fe janë apo cilët kombi përkasin, por ato janë vetëm fëmijë që kanë nevojë për dashuri, kanë nevojë për përkrahje edhe kanë nevojë që profesionistët të punojnë në drejtim që ata të zhvillohen sipas kapaciteteve të tyre, sa munden, domethënë sa të kenë arritje. Kështu që një mesazh që i kishe thënë, domethënë krejt popullit ton, është që jo vetëm mas të shikoni këto fëmijë me mënyrë të ndryshme, edhe mas t'i paragjykoni, mas t'i largoni fëmijët e tuaj nga këto fëmijë, për arsye se ekzistojnë domethënë shumë raste ku prindërit shfaqen më shumë paragjykime se sa shfaqen bashkëmoshatarë, domethënë fëmijët që janë bashkëmoshatarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe kemi raste të ndryshme ku prindërit kërkojnë për shembull të mos ulen fëmija e tyre të mos ulet me një fëmijë me aftësi të kufizuara, që nuk ishte pranueshme as në fen tonë, domethënë unë nuk di që shkruan, por përkundrazi duhet domethënë të gjithë të përkrahim në të mënyrë të provojnë të ndihmojmë sa të kena mundësi. Kështu që edhe një mesazh prindërve, mos bëni dallime në këtë anë, shihni mënyrën se si mund t'i përkrahni edhe këto familje, këto prind, mos i gjykoni për arsye se ato janë shumë të lënduar, domethënë prind si prind nuk marrin edukime, nuk marrin trajtime dhe më besoni që prind e kanë shumë të vështirë. Njëherë që e kanë një fëmijë me aftësi të kufizuar, por nga ana tjetër në qoftë që edhe paragjykohen nga rrethi ku jetojnë, besoni që domethënë ndihen shumë keq edhe myllen edhe mund ta shkatroni një familje me qëndrimet e tuaja të gabueshme.
Sabra, ishte kënaqësi që ishit pjesë e emisionit Bisedat e Ramazanit dhe ne si staf i Radios Fati ju dëshirojmë suksese të mëtutjeshme dhe në këtë muaj të begatë të Ramazanit, në këto qaste të këtij muaji të veçantë, lusim të madhin Zot që ta shpërblej punën e juaj shumë fish, sepse bëni një punë të mrekullueshme. Të nderuar ndëgjues dhe ju teleshikues, me ne ishte drejtoresha e shoqatës jo qeveritare Fëmijët në Martëzi, profesoresha Sabra Decević. Deri në takimin e ardhshëm, mirëmbëjtje.